Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lirin këtu në kanalin Monitor TV. Le të bëjmë pak një analizë për banorin i cili ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit, një përzgjedhje në fakt shumë inteligjente, një përzgjedhje shumë e veçantë, një përzgjedhje që po shoh që ka ngritur një lloj pikpyetje te publiku se çfarë po ndodh me Stelandon dhe Stelando me Hailey. A do t'jetë një fenomen i Big Brother VIP Albania 5? Bëhet fjalë për një personazh të veçantë, një personazh i cili domethënë është unik në llojin e tij dhe publiku ka dyshimin që ai do t'jetë fenomeni i këtij reality show. Tani Stelando Mihaili, si banori Big Brother VIP Albania 5, po perceptohet nga publiku si një profil tepër i veçantë. Ai nuk vlerësohet thjesht me sy, domethënë nuk ka domethënë vlerësimin e sy për që të vlerësohet vetëm me sy, ta shohim ne si Stelando. Pra, nga pamja apo nga veprimet sipërfaqësore, por më së shumti nga mënyra se si mendon dhe si ai i analizon situatat në këtë mes. Pikërisht këtu qëndron forca e tij. Shumë e shohin Stelandon si një lojtar me inteligjencë të rrallë, që ditë lexoj njerëzit edhe të kuptoj dinamikat e shtëpisë dhe të veproj me shumë qetësi pa zhurmë. Domethënë Stelandon, se shikoni, nuk vepron me zhurmë, është i qetë, mënyra si thotë shumë i artikuluar, është shumë i zgjuar. Gjë që shpeshherë bën të duket një hap përpara të tjerëve. Kjo lloj intelegjence në këtë rast, e heshtur por e mpret, është ajo që zakonisht krijon fenomene televizive, sepse publiku fillon ta zbuloj gradualisht edhe në këtë rast të lidhet me të. Nëse vazhdon të ruaj këtë balancë mes mendimit të thellë dhe sjelljes autentike, Stelando ka shumë gjasa të kthehet në një fenomen të vërtet të këtij edicioni. Jo për skandale, por për mënyrën inteligjente dhe unike se si ai në fakt e luan këtë lojë. Tani nëse do të bëjmë një analizë prej në natën e parë që ka hyrë Stelando, se nuk janë shumë net, dhe bëhet fjalë për 2 net, Stelando ka përdorur një mekanizëm shumë interesant, të gjithë banorët i ka vënë përpara në lojë, domethënë ka argumente të forta, ka logjik të fortë, ka intuit të fortë. Është nga fakti sepse zakonisht njerëzit që janë të verbër ka një zgjuarsi jashtëzakonisht madhe. Domethënë çfarë thot shkenca për njerëzit e verbër që ne ta kuptojmë në qoftë se Stelando mund të arrijë që të bëhet fenomen i këtij Big Brotherit. Tani, të qenurit i verbër, Stelando e bën edhe më të veçantë në Big Brother VIP Albania, dhe me praninë e tij e bën edhe më të veçantë. Fakti që ai nuk shikon me sy, por sheh me mendje, ndjesi dhe inteligjencë, ka bërë që shumë njerëz ta shohin si një fenomen të rrallë. Ai arrin të kuptojë njerëzit përmes zërit, energjisë, fjalëve dhe heshtjeve, gjë që shumë persona që shohin nuk e arrin dot. Kjo tregon një inteligjencë emocionale dhe një mendore jashtëzakonisht të lartë. Stelando po thyen stereotipe. Ai nuk është në shtëpi për mëshirë, domethënë kjo duhet patjetër që të thuhet. Domethënë nuk është aty për gjuna, por është për aftësinë, për karakterin dhe për mendimin e tij të thellë. Stelando gjithmonë është vlerësuar për këtë gjë. Prania e tij është frymëzuese sepse tregon se kufizimet fizike nuk e kufizojnë mendjen e tij, përkundrazi shpesh e bëjnë atë edhe më të fortë. Unë për një gjë jam i bindur, që rrëfimi i Stelandos do të jetë një rrëfim i cili do të na emocionoj të gjithëve, apo më konkretisht thënë, do të na lërë të gjithëve pa fjalë, domethënë të mbesim të gjithë pa fjalë. Do të jemi të gjithë të habitur se çfarë ka kaluar ky djalë. Tani, unë do të marr mendimin tuaj, sipas asaj që ju keni parë deri më tani. Mendoni që Stelando do të jetë fenomeni i radhës në Big Brother VIP Albania 5, me thënë bazuar mes Luizit edhe Gjestit, duke qenë Stelando është pak një fenomen më ndryshe? Dua të marr mendimin tuaj për këtë banor.